Në rastet kur miopia është aq e lartë sa që është e pamundur për tu zgjidhur as me lazer, as me lente kontakti, as me kirurgji refraktive, atëherë mund të konsiderohet një metodë tjetër që është më invazive se sa metodat e tjera, është metoda e kirurgjisë clear lens ose e kirurgjisë me lente të pastër, që do të thotë pacientit që ka miopi të lartë i hiqet kristalini vet dhe në vend të saj vendoset një lente me një numër të përshtatshëm, me qëllim që pacienti të mos përdori as syze as lente dhe të mos bëj lazer, por në sajt e kësaj lenteve të korrigjohet miopia. Një metodë tjetër është që edhe pa e lëvizur kristalinin e vet, lenten e vet, është metoda që vendosim një lente fakike, domethënë në një njëjtin xham që ne vendosim para syzeve, opsioni i parë ishte që vendosim këtu, dhe kjo quhet lente fakike. Mendoni, kjo është lentja brenda syrit, kjo është kornea, dhe të gjitha strukturat e tjera janë në vend. Kristalini, irisi, lentja intraokulare dhe kornea, gjitha këto. Metoda tjetër ishte që zvendësonim kristalinin e hiqnim, vendosnim lenten dhe pacientit i jepet zgjidhjet e miopisë në këtë formë. Por të dyja këto metoda janë metoda të cilat kanë edhe efekte anësore për pacientin, të cilat duhen diskutuar. E para njërë duhet parë syri, modeli syrit, forma e syrit, a ka tension syri, a s'ka tension, duhen parë problematikat e tjera të mundshme të syrit, dhe nëse syri pacientit është i përshtatshëm për këto kirurgjie, i jepet informacioni i duhur pacientit, le të themi kemi këto opsione në dorë për të hequr, për të zhdukur miopinë, është opsioni i parë i kësaj lloji lente, është opsioni i dytë i kësaj lloji lente, dhe së bashku me pacientin vendoset se cila nga metodat është më e përshtatshme për pacientin dhe me më pak efekte anësore. E vërteta është kjo që me të dyja llojet e lenteve, pacienti duhet të jetë, le të themi, në një distancë që mund të aksesojë me lehtësi një klinikë okulistike, që në rast se ka ndonjë problem, çfarë mund të jetë problemi, mund të jetë rritja e tensionit të syrit, problemi kryesor, që të ketë mundësi që të vijë dhe ta kontrollojë tensionin e syrit. Nëse pacienti është në distanca shumë të largëta, mund të jetë në Majmali, mund të jetë në mes të detit, nuk e di duke udhëtuar, ose mund të jetë në një punë të tillë që është me anije, në raste shumë të rralla mund të rritet tensioni brenda syrit, tensioni intraokular, dhe në rast se pacienti nuk e ka të mundur që të aksesojë një klinikë okulistike dhe një mjek okulist sa më afër, atëherë kjo mund të shkaktojë deri në humbje të shikimit kjo lloj problematike që është tepër akute. Kështu që me pacientin diskutohet në varësi të formës që ka syri, të dhënave që ka syri, diskutojnë të gjitha metodikat e mundshme për trajtimin e miopisë. Patjetër që të gjithë jemi të interesuar që të shpëtojmë nga syzet, të mos marrim syze, të mos marrim lente, por edhe teknologjia e futjes së lentes brenda syrit ka komplikacionet e veta të mundshme, kështu që çdo pacient duhet të informohet më së miri në lidhje me këtë problem, të diskutojë më së miri me mjekun e vet përpara se të vendosin për kirurgjinë, dhe pastaj të vendosin së bashku në lidhje me cilën kirurgji do të aplikojnë ata. Është tepër e rëndësishme edhe profesioni që bën individi në lidhje me këtë gjë. Ky vendim do jepet së bashku me mjekun dhe me pjesëtarët e tjerë të familjes.